Para se të kalojmë edhe të rubrika e fundit për mbrëmjen e sotme, unë juftoj të jeni pjesë e emisionit prive përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, duke mos lënë anash edhe portalin prive.alo i cili është puro shqip. E në vazhdim juftoj të ndihni se me cilë këngëtar jemi marrë këtë herë dhe çfarë kanë bërë ata. I shohim bashkë në vazhdim. Herë në parkur unë njoftu. Ajo Mkalli është projekti i fundit që sollën grupi Energy Band. E para se Besniku të nis një rrugtim të ri në programin Your Face Sounds Familiar, ka përfunduar këngën e re. Prive mëson se Energy Band këtë kohë kanë qenë të angazhuar në studion Massive Production, përkatësisht nga producentët Granit Gashi dhe Nurteli. I gjithë projekti si në tekst dhe në muzik i është besuar këtij produksioni. Kënga do shoqërohet edhe me videoklip dhe do të lançohet brenda pak javëve në treg. Që nga publikimi i këngës Dashni, emri i majkit është përmendur bashkë me atë të artistit Maitre Games. Stili i njëjtë i këngëtarëve u bë lajm edhe në Francë, duke u transmetuar në edicionet qendrore të lajmeve. Për këto shkrime e kronika duket si afruan më shumë majkin me Games. Të ejtë në prive.alo raportuam se artistët tashmë ndjekin njëri tjetrin në Instagram, ndërsa sot ju sjellim një tjetër lajm. Prive mëson se Maitre Games do të mbaj koncert gjatë muajve të nxehtë në Tiranë, ku sipas të gjitha gjasave do të jetë i ftuar edhe majki. I ka krejt është projekti i fundit që prezantoi Gen Fatali, e po ashtu do të jetë i fundit në logon Authentic. Gjatë javës raportuam që Genti është larguar nga Authentic për të vazhduar karrierën në një tjetër kompani. Sipas informacioneve të siguruara nga emisioni, Genti do të jetë në të njëjtën shtëpi muzikore sikur Dhurata Dora. Pritet që gjatë këtyre ditëve ai të nënshkruajë kontratë me Max Production. 2+2, javën e kaluar në Prive tregoi për albumin me të cilin do të shënojnë 20 vite. Pjesë e saj do të ketë shumë bashkëpunime e një ndër to zbulohet. 2+2 dhe Flori janë bërë bashkë për këngën e tretë. Dyshja kanë realizuar edhe klipin në Kosovë me Pink Moon, që aktualisht është në fazën e montazhit. Ky bashkëpunim pason duetet mes tyre në Crazy Girl dhe Gjithë jetën, teksta për titullin e këngës së tretë akoma nuk është vendosur. Një javë parë, raportuam që Onati do të sjellë një duet me Ghetto Gjizën, por nuk do të jetë i vetmi i reperit me anëtarët e Baba Stars. Këtë vit, ai pritet të publikojë disa këngë, e një ndër to do të jetë edhe me Kozman. Kjo këngë vetëse është finalizuar dhe pritet që në vazhdim të bëhet klipi dhe të publikohet. Like Rihanna riktheu në skemë pas një pauze të shkurtër këngëtarin Young Zerga. Ky projekt u pëlqye shumë dhe arriti të regjistrojë shifra të larta klikimesh. Por tani që është i pavarur në muzikë, nuk do të mungojnë projektet e shumta nga ai. Madje për momentin është në finalizim e sipër të këngës së re, që do të jetë sërish solo. Ajo po punohet në Redbox Studio, teksa do të vizualizohet edhe me klip. She blazing in the club, ganja marijuana. She shot a man down, black Latin farmer. She no runner, she's so calm, like Rihanna, like Rihanna. Zanfina Ismaili ka kohë që ka përfunduar projektin e saj më të ri. Prive pati raportuar edhe më herët që këngëtarja do të vinë në bashkëpunim. Zanfina është bërë bashkë me Nurtelin, i cili si këngëtar erdhi në duet me Shpat Kasapin. Kënga është produkt muzikor i Massive Studio, teksa pritet të publikohet edhe me videoklip brenda disa javëve. Të dashur priveiste, ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju sonte, unë ju lësërisht sa kemi javës që vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, e deri atëherë ju mund të na ndiqni në shumë vende, në Prive Klan Kosova Official në YouTube, në prive.alo portalin ton, gjithashtu keni edhe faqe tjera në Facebook dhe Instagram. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje, natën e mirë.